Na jemi të interesuar që mos të ketë vakum institucional. Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e saj të kryesisë me një pikë të rëndë të ditës, diskutimin e aktualitetit politik, përfshi edhe propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për një qeveri nacionale të tranzicionit. Pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë, PDK-ja ka dalur me një komunikat për media, ku mes të tjerash thuhet se Presidenti i Republikës mund të thërrasë një takim me të gjitha subjektet politike parlamentare, e kjo tryezë gjithëpërfshirëse sipas tyre mund të jetë hapi i duhur për gjetjen e rrugdaljes nga kriza institucionale. PDK ka përsëritur edhe një qendrim të saj, atë se ata po angazhohen për formimin e një qeverie të re, të përbërë nga partitë që në mandatin e kaluar kanë qenë në opozitë. Komunikata i përmbledh krejt qëndrimet e kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, edhe shpjegon më së miri ato që çka Partia Demokratike e Kosovës, për çka qëndron dhe çka kërkon. Mbi të gjitha na jemi të interesuar që mos të ketë vakum institucional, vendi të ketë institucione dhe normalisht që të trajtohen prioritetet e temat që i vendi. A jeni të hapur nëse ju thon presidenti ashtu siç keni kërkuar? Kemi kërkuar. Edhe për një qeverisje me vendosjen pastaj. Qëndrimet të mia personale s'ka, do të jenë partisë, por përmes komunikatës ju sqarojnë se jam të harmonizuar qëndrimet. A është diskutuar ftesa e Lumira Bizikut? Këti merrni përmes komunikatës. Jam të harmonizuar, një draft ke, tash ka opinione të ndryshme ku të harmonizohen del. Ora ka qenë diskutim yni për situatën aktuale, anëtarët e kryesisë kanë shfaqur mendimet e tyre lidhur me zhblokadën, për mënyrën se si e shohin këtë proces, po për më detaje tjera, besoj që komunikata do të qartësoj gjitha.